Në portin e Rotterdamit kam takuar për shkak të punës shefin e policisë, që ishte atje që është dhe prokuror, është drejtuesi prokurorisë, e kështu e ka strukturën Hollanda. Dhe tha, kemi një problem, tha, me personat që merren me skanerin, me punonjësit e policisë që merren me skanerin, nga që ka hyrë shumë grupet kriminale shqiptare, tha, ne kur e mësuam se si duhet ta bëjmë. Dhe çfarë bënin? Çdo 6 muaj ndronin punojësin e policisë së skanerit, se nuk e kapnin dot se si mundet korruptoj, por shikonin që muajin e parë fuqia zbuluese e skanerit ishte 90 deri në 100%. Muajin e tretë dhe të katërt shkonte 20%. Më mirë ta zgjidhim ta duke ndruar që të kemi efikasitet. Krimi ato janë elementë të cilët gazetari italian ty ti tha nëpërmjet antimafias italiane dhe unë ta shpjegova që në fillim të emisionit. Organet ligjzbatuese shqiptare me studimet e undokut si në tërë botën mund të kapin 10% të drogës që qarkullon dhe 2 deri në 3% të aseteve që pastrohen. Pra, në rast se prokuroria e posaçme thotë kanë pastruar 60 milion euro asete në këtë vit, paktën shumë kujtohet nga raporti, po 65 milion euro, atëherë llogarit se sa miliona euro të tjerë janë pastruar duke llogaritur përqindjen e 2 deri në 3%. Atëherë pyetja që lind është, në rast se në Shqipëri qarkullojnë miliarda dollarë ose euro ta marrim, të cilat vinë nga trafiqet e paligjshme, këto nuk i bën turistët shqiptar, i bën kriminalët shqiptar. Është e vërtetë, po. Që e pastrojnë. Atëherë do të bëjmë edhe një analogi, zoti prokuror. Në Amerika sa e fuqishme është Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Flasim me raport me popullsinë. Në raport me popullsinë me gjitha. Si nuk arrin dot të ndaloj drogën? Jo se po bëj avokatin e krimit organizuar. Jam shumë dakord me ju. Nuk do të ndalet në asnjë moment, por thojnë ata ne kemi institucione të fuqishme. Kur duam ne do ta ndalim. Dhe këtë energjinë ne do të jemi. Dhe pyetjes që tha zoti Çelmeta, për sa i përket terrorizmit, këtë kuptoj. Mos të binë në dorën e terrorizmit. Ky kapital ku do shkojë? Administrata Trump të kuptoi dhe tha, trafiku i drogës nga sot e tutje dëgjuhet terrorizëm. Pse? Sepse i dha një prioritet se lutë. Jo, vetëm aq, po është klasifikimi me dosje konkrete që ne kemi patur edhe në vitet e fundit, Shqipëria në disa vite ka patur terrorizëm aktiv, terrorizëm islamik dhe terrorizëm ekstremist, dhe kemi vënë re që shumë grupe kriminale që merreshin vetëm me trafikun e narkotikëve filluan të bashkëpunojnë me terroristët. Kjo nuk është pa bazë.